Në rregull. Dhe ishte dhe kryeministër dhe ministri i Rama mund të firmosi për ministri. Absolutisht po. Jo. Kryeministri mund të marrë të drejtën e firmës të çdo ministrie që ka në. Jo. Të se bën dot. Po prandaj pra pa e thot jo. Jo, po patjetër. Unë i them po. Ore unë si jam jurist, po mos ishte kryeministri nga zyrat e tij të pezulloj gjithë qeverinë, ç'është? Mund ta pezulloj gjithë. Jo, të doja nuk pezullon. Nuk pezullon dot. Po këtë po them. Ora e shkarkon fare dhe e mban ministrinë në përgjithësinë vetë. Po mos ishte kryeministri, mund të linte pyetja kush do firmosi. Po kur është kryeministri, e ke mundësinë e firmës. Kryeministri vendos për zëvendësimin. Pra ne mos na futin në terma teknik. Një sekond, tani tua jap parathënie. Sa herë që kemi parë që ka ardhur kryeministrat, janë ulur ministrat që firmosin marrëveshjet, jo kryeministrat. Po ka qenë brapa. Ka qenë brapa. Ka qenë brapa. Që do të thotë pas ka këtë që do të thotë që ka protokoll. Që do të thotë që unë që jam ngritur në këmbë, të kam deleguar ty të firmosësh. Unë të lot firmosësh. Po, kur të delegon kryeministri po. Po pra. Kryeministri po të dojë zgjedhë një kryeministër tjetër. Po ta zgjedhë pra. Po në këtë rast ai thotë që ju po pengoni punën e qeverisë, se si duket I vetmi që pengon punën e qeverisë është kryeministri. Pa e mund, të gjithë të tjerët poshtë janë zëvendësueshëm brenda 1 sekondet vetëm. Tash kemi me 10 akte që janë penguar. Tash unë po të them ato akte mund t'i firmos vetë kryeministri dhe mund t'i firmos vetë kryeministri dhe s'ka asnjë lloj problemi. Ja të flasin këto që janë. Ne jemi në një situatë. A voton e lirë gjykata kushtetuese? Urdhëro? A voton e lirë? Po patjetër që po. Enrico? Shiko, jemi në një situatë që është shansi më i madh për kryeministrin që ta përdori këtë për marketing personal. Pra që të humbi dhe të thotë që ja kemi liri. Po ke rastin e zotit Villiaj. Është shansi më i madh për këtë kryeministër ta përdori për kredo. Aty është rasti, domethënë, për kredo individuale dhe për marketing. Kjo është. Pra është precedenti më i bukur domethënë për të thënë është rasti i zotit Villiaj, që u shkarkua nga Këshilli i Ministrave me propozim të Këshillit Bashkiak. Mund të përputeshin qëllimet. Gjykata kushtetuese, jo, tash ne flasim juridikisht. Mund të përputeshin qëllimet. Ne flasim për vendimin që merr gjykata. Juridikisht që të pranohet kërkesa, shanset janë 0. A do krijohet jurisprudencë? Jo, kërkesa është pranuar. Jo, për tu. Jo, është pranuar, do kalojnë gjykim. Jo, nuk është vendosur akoma. Është se la për datën 20. Është lënë. Datë 11 e diun. 12. Është lënë për datën 12. Për tu shprehur a do pranohet. Për tu shqyrtuar. Për tu shqyrtuar. Pastaj kalon. Se ajo treshja që mori vendim. Nuk i mori vendim. Treshja mori vendim që të shtyhet për datën 12. Jo të shtyhet, nuk mori vendim. Po pra. Duke mos marrë vendim, do mblidhet trupa. Bravo. Do mblidhata do vendosin. Ne kemi të garantuar të gjithë dhjetorin me telenovel me fjalë. Kjo është ideja. Po, do ketë interesant do jetë. Kazusi është unik, është shumë interesant, vetëm do t'i shërbej drejtësisë, vetëm do t'i shërbej jurisprudencës për të ngritur procedurë. Në kuptimin për procedurë dhe për funksion, por kryeministri tha Venecia është okej, tha. Shanset që të pranohet në gjykatë kushtetuese janë 0 sepse kryeministri nuk ka kompetencë taksative. Nuk legjitimohet. Megjithatë, gjykata apelit, GKK-ja dhe gjykata e lartë mund të ndërhyjnë para se të arrijë. Jo në kuptimin e konfliktit kushtetues, por në kuptimin e konfliktit juridiko-penal. Për shkak të nenit të kodit procedurës penale, për atë që sapo diskutuam, a do jetë pezullimi vetëm për aspektin administrativ, apo do jetë prandaj bota nuk ka kazuse. Kjo që thot profesori është, nëse gjykata e apelit për shembull rrezon vendimin e gjykatës shkallës parë, kërkesa në gjykatë kushtetuese ngelet pa objekt fare. Dhe nuk do të zgjidhet kjo çështje mrekullueshme juridike. Por ndoshta si kërkues që legjitimohet kryeministri mund t'i kërkojë gjykatës që të bëjë interpretivoj me interpretimin. Ajo do pyeten palët, do pyeten palët. Do të zgjidhet në themel, edhe pika kryesore që ka të bëjë me shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetutën, pra në rast të një vendimmarrje që rrezon nga gjykatat e apelit apo gjykata e lartë që rrezon vendimin e gjykatës shkallës parë, automatikisht e tani çështja është shumë e thjeshtë për mua. Preket qeveria, s'preket qeveria. Ka çështje. Po ta shpjegojmë. Ta shpjegojmë. Jo, po kjo është është e prekur ose ti çfarë thua, po është e prekur për lërë. Jo, është e prekur kur s'ka funksion, jo kur është e prekur qeveria, domethënë në mënyrë të drejtë për drejtë është e prekur. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë pezullim? I një funksionari të lartë shtetror. Po. Cili është koncepti pezullimit? Mos futet në zyrë, mos bëj punë për 3 muaj. Deri në 6 muaj është shtyrje, se ai afati. Atëre, mos kemi në një tentativë që të kaloj ky afati? 1.
E dyta, ky pezullimi a pengon në çështja shkon deri më sot. Po e thash unë pra. Po jo, nuk. Në momentin që çështja shkon në gjykatën kushtetuese, pyetja e madhe është kur kalbet dega, kush e ka fajin? E ka fajin rënja, e ka fajin pema, e kanë fajin gjethet, Krimbi. E ka fajin ajri, e ka fajin uji, e ka fajin temperaturat. Asha. Sa shanse ka që Rama ta fitoj çështjen në gjykatë kushtetuese? Okej, pyetja. Pyetja. A mund të bëj një sqarim fillimisht? Dhe përgjigja është, jo, një minutë, se unë e bëra pyetjen të hap dhe përgjigjen. Po të lutem, sepse përgjigja është shansi që Rama ta fitojë çështjen në gjykatën kushtetuese nga ana teorike, ligjore, juridike, zero. Tani që të sqarojmë dhe pjesën se nuk në Europë dhe kudo në botë nuk kemi pezullim të ministrit, se nuk është thënë asnjëherë, ta kuptoj dhe publiku me që nuk është. Ministri ikën vetë. Jo, nuk është ky problemi. Problemi që lidhet me kodin e procedurës penale. Ministri a kryen funksione administrative apo jo, sepse masa e sigurimit jepe për funksione administrative. Dhe ky është debati juridik që mund ta bëj unë me zotërin. Pjesa tjetër nuk bë. Unë e di që ka jurista shumë të mirë, por nuk besoj se... Jo, po është dhe pjesa politike këtu. Pjesa ndarjes pushteteve. Çfarë detyre ka ministri, se duhet ti ta pezullosh për detyrën administrative? Në qoftë se ministri kryen detyra administrative, ku e di unë bën shkresa, vendos vula ose... Po pra të po ankohet ai. Po jo, pra jo, ministri... Ai po thotë që unë nuk i kryej dot të funksione. Ose se ka thënë... Ti bëj një pyetje avokatit, nëse ministri nuk është deputet, po, qa ndodh? Jo, po flasim... Qa do kështë ndodh? Vetëm këtë ma thuaj. Sepse duhet ta ndajmë imunitetin e deputetit, pra e personit të zgjedhur, dhe imunitetin... Ka imunitet një ministër pa qenë deputet? Ka apo s'ka, mos thjesht ligjërisht. Po të pyes ligjërisht. Po për arrestin, kontrollin e banesës dhe kontrollin fizik më tash. Po, atëherë, pra ne më do të thonë, për mendimin tim... Nuk ka imunitet për të tjerat. Po pra ne po të them, pra, ministri nuk gëzon imunitet, se nuk është i zgjedhur me votë. Ministri është i përzgjedhur nga një kryeministër. Do ta thjeshtësoj fare. Duhet ta ndajmë këtë punë, se kjo është për t'u ndarë. Po folëm juridikisht këtu, askush do na marrë vesh çfarë tha. Jo, është shumë e thjeshtë. Pse nuk ka kazuse në Europë të pezullimit të një ministri, sepse Europa nuk e konsideron ministrin funksion administrativ dhe pezullohet vetëm funksioni detyra administrative. Unë e di që ka talente në juridik, po nuk më ka rënë rast ta dëgjoj këtë. Çështja qëndron në faktin që çfarë bën një ministër në aspektin praktik. Ministri mund të jetë politik. Po gjithë ditën e ditës vullnet administrativ. Gjithë ditën e ditës firmos shkresa. Profesor, a është ministri person fizik, apo është person juridik publik? Zakonet e tjerëve se ç'a bëjnë kam gati. Ju mund thoni ç'a doni, po përpara ju dyve jam unë që e kam mbaruar fakultetin juridik. Po pa diskutim. Dhe e kam ushtruar edhe si profesion. Jo, nuk po i hyj. Kështu që po flasim si ndërmjet foli fare për atë, Enrico, të lutem. Ai po tha tjetër gjë, ai tha unë nuk i njoh zakonet e tjerëve. Çështja qëndron këtu. Që kemi rastin e ministrit të ekonomisë në Francë, kemi rastin e ministrit në Itali, kemi rastin e një pushtetari shumë të lartë në Gjermani, të cilat janë marrë edhe si referencë nga dy palët, edhe nga daljet në publik të drejtuesit Partisë Demokratike dhe nga krau tjetër. Edhe theksoj edhe një herë, rasti i Shqipërisë është rast shumë i veçantë, sepse në Evropë nuk ka asnjë institucion special që ka të drejtën të ushtrojë funksione të gjyqësorit, përveç se gjyqësorit që ekziston në të vërtetë. Dhe kjo është... Pa ti thua që kjo është një ekstra, funksion ekstra. Po, atëherë, përse është gjykata speciale... Ja të marrim një, se ju thatë që s'duam të diskutojmë kushtetuesen. Po ne kemi rastin që për Berishën, u vendos, pra kushtetusja ka mbajtë qëndrim, dhe ka thënë që jo, dha së shprek. S'është e njëjta masë ndryshon. Jo, logjika është e njëjtë. Ata kërkuan një masë, pa kaluar në parlament. Në parim çdo çështje juridike është e veçantë.